dëshira për të folur, për të kënduar në shqip, për të thënë poezi në shqip, që sigurisht duke qenë se jemi shqiptar, pavarësisht se ku mund të jetojmë, sigurisht që gjuha jote është, do të thënë, si thua, të ngrohtë. Mënyra se si ti përçon mesazhin. Si kjo gjuhë depërton brenda te, sigurisht që aty ndodhet edhe vërtetësia e çfarë ti je pastaj si person dhe kush bëhesh dhe kush je gjatë gjithë jetës. Domethënë nuk mund ta anashkalosh dot. Është ajo pjesa e fëmijërisë, është ajo periudha më e bukur, mendoj unë, e jetës që na shenjon të gjithëve më vonë pastaj. Arbeni po fliste për historitë e tij kur ka qenë në fëmijë, pra në lidhje me tregime epike, ose ndërsa unë kam pas të pjesën tjetër, duke qenë se i kam lindur në Kavaj, domethënë kam këtë pjesën e Shqipërisë mesme, afër detit, afër kodrave, domethënë nuk kam pas tregime epike, po ne kemi pasur, si thua, pasuria, dhe mendoj që pasuria më e madhe në lidhje me, të paktën flas për tradicionin e muzikës, që është shumë i pasur, ndodhet pikërisht ose tek vdekjet ose tek ritualet e dasmave ose tek ritualet e vdekjeve, që janë dy nga, le të themi, ritualet më të rëndësishme njeriu, që është lindja dhe vdekja, për momenti që martohemi, që është me idenë për të riprodhuar, dhe pastaj vdekja, pra janë dy kulminacione të jetës të njeriut, dhe janë pikërisht në këto momente që edhe krijimtaria më e madhe e njeriut buron pikërisht në këto momente. Kështu që unë personalisht e kam pasur shumë të shënjuar këtë pjesën e muzikës Shqipërisë mesme, që sigurisht ka ndikimet e saj orientale, që ndoshta për shumë njerëz mund të quhen pak jo tipike shqiptare, po mendoj që është gabim të mendosh në këtë mënyrë për folklorin në përgjithësi, nuk ka rëndësi a është shqiptar apo indian apo francez apo ku diun, sepse folklorin vetvete, ashtu si dhe njeriu, nuk mund të jetojë izoluar. Pra, njerëzit gjithmonë kanë udhëtuar, edhe kur nuk kanë pasur mundësi politike për të udhëtuar, kanë udhëtuar me imagjinat, kanë udhëtuar me çfarë dikush tjetër mund t'i ketë treguar. Pra, gjithmonë, domethënë, folklori është le të themi i frymëzuar nga shumë folklore të tjera në botë. Kështu që në këtë rast, lidhje me muzikën që po flisja, unë kam qenë dhe jam ende shumë e impresionuar, e habitur, e çuditur dhe e mrekulluar se si muzika shqiptare, qoftë ajo Shqipërisë mesme apo e çdo rajoni në Shqipëri, është kaq e larmishme, dhe secila nga një fshat në një tjetër ndryshon.